Radio Vlera. Emisioni i mbrëmjes. Në pultin e transmetimit Agim Gashi. Emisioni realizohet në studion qendror e Radio Vlera në San Luis të Francës. Mirë brëma, dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e radios suaj. Mirë se erdhët në Radio Vlera në emisionin e rregullt, emisionin e mbrëmjes. Shpresoj të jeni mirë kudo që jeni. Duke uruar dhe shpresuar të kalojmë bukur edhe këtë mbrëmje si zakonisht bashkarisht me valët e Radio Vlerës, me dëgjuesit e mrekullueshëm të kësaj radioje. Një përshëndetje gjithashtu dhe urim për gjithë ata që kanë pasur dhe kanë sot ditëlindjen, duke uruar edhe nga 100 ditëlindje tjera të lumtura me të afërmit e tyre. Po ashtu urojmë dhe përshëndesim gjithë ata që kanë pasur festa të ndryshme familjare, duke shpresuar dhe uruar që gjithmonë në familjet tuaja të mbretërojnë festa, armonia dhe vetëm gëzimi. Kështu pra kemi startuar të dashur dëgjuesë këtë emision të drejt për drejt, i cili si zakonisht do zgjat deri në orën 21. Nëse keni ndonjë temë cilën dëshironi ta bashkëbisedojmë sonte, të diskutojmë bashkërisht për 2 orë, në ndërkohë mund të na propozoni në Viberin e radios me numër +33 758 280 817. Ju falenderoj paraprakisht, përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit që na ndjekin në platformën e radios shqiptare në Shkabaj dhe ju që na ndiqni këtu në live stream, por edhe ata që na ndjekin në faqen zyrtare të radios në Google www.radiovlera.com. Fillimisht shkoj me një këngë me cilën ju përshëndes dhe ju dëshiroj mirëseardhje dhe pres propozimet tuaja për ndonjë temë që dëshironi ta bashkëbisedojmë sonte. Të dashur dëgjues, jemi rikthyer, jemi drejt për drejt në Radio Vlera, po shpresoj që jeni duke kaluar bukur. Na ka arritur propozimi temës, por para se të shkojmë tek tema, gati me harru sot e ka ditëlindjen një njeri i veçantë dhe një mik i imi që e më shumë është këngëtari Brim Caka. Në emër tim, në emër të stafit, i uroj ditëlindjen duke i uruar shëndet, lumturi, suksese në jetë edhe shumë ditëlindje tjera të lumtura bashkarisht me familjarët e tij. Po, një urim zemre na vjen edhe nga miku vërtet na kushëriri Bahri Gashi, thotë mirë mbrëma Gimo për ju dhe gjithë dëgjuesit e nderuar të RTV Vlera. Përshëndetje të posaçme për komshiun Brim Caka, të cilit i uroj datëlindjen e 50, duke i dëshiruar edhe 50 tjera që të mirë në të ardhmen, së pari ta ketë shëndetin e pastaj të tjerat, urime edhe për dëgjuesit tjerë të cilët të festojnë. Faleminderit shumë, kushëri i nderuar Bahri, dhe unë të përshëndes ty, të uroj qaste të bukura. Ne do të shkojmë në një këngë ditëlindje për të përcjellë të urimet përbashkëta.
për mikun ton të përbashkët dhe këngëtarin Burim Coka, por paraprakisht vetëm t'ju njoftoj që kemi një propozim temë e cila na vjen nga dëgjuesja Rregull Fatmire Aliu. Thot mirë brama, ju përshëndes juve në studio dhe gjithë dëgjuesit. Kam një propozim temën gruaja, sa vlerësohet gruaja tek ne shqiptarët. Vërtet një temë shumë interesante, një temë e cila besoj ka për çka kemi për çka të flasim dhe në shumë aspekte dhe më mërmendja që do zgjoj interesim edhe tek bashkëbiseduesit ose tek dëgjuesit, andaj ju pres në pas kësaj këngë për ditëlindjen që shkon. Mbas këngës do të hapim mikrofonin dhe ju do keni mundësi të bashkëbisedojmë bashkarisht me ne në Viberin e radios në +33 758 280 817. Edhe një herë falenderoj vendasen Fatmire Aliu nga Gjermania për temën që na ka përzgjedh dhe uroj e shpresoj që do kalojmë bukur edhe në vazhdim. I përshëndes dëgjues të parë që i shoh këtu në live stream. Me në është poetja Alime Musa, që në përshëndes, një përshëndetje shkon për Burbuqe Fetajnë, gjithashtu në Gjmije Gjemojlin, e përshëndesim Olti Maliqin, Driton Ibriqin, këngëtarin e përshëndes edhe urej qastet bukura. Fatmir Aliu thot mirë brama, Agim Gashi, përshëndetje për gjithë dëgjuesit, faleminderit shumë, gjithashtu përshëndetje. E me në është edhe poetja Zona Pira, cilën e përshëndes, një përshëndetje edhe për Makin Qëri. Burbuqe Fetaj thot mirë brama, zotri Agim i përshëndes shumë, po ashtu i përshëndes edhe dëgjuesit Radio Vlera, faleminderit shumë. Edhe Zona Pira thot përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje dëgjues, respekt, faleminderit shumë. Shoqërimi ne është edhe si zakonisht dëgjuesi Rregull të Enver Fazliu thot përshëndetje vëlla Agim Drenica, përshëndes gjithë dëgjuesit, respekt për gjithë, gjithashtu i përshëndetur, respekt i nderuar Enver. Një përshëndetje për Zarinë e bukur të Cami Bytyqi, po ashtu përshëndesim Shqipëri atje edhe dëgjuesën tonë Servete Shyti. Përshëndes vendasin Zen Veliu, një përshëndetje po ashtu për Miradia Fazliu Morinën. E përshëndesim edhe mikun Nasser Zani në Norvegji, po ashtu përshëndetje për Farushe Begollin në Gjermani. Servete Shyti thot përshëndetje, të lutem na nxjerr një këngë të Bilbilit Bardha Ibrahimaj, Bardha Ibrahimit, urojmë të bëj edhe 100 këngëtarja Veriu të Shqipërisë. Nuk e di, a pas ka pas ditëlindjen, nëse e ka pas edhe në emër tim, edhe në emër të gjithë dëgjuesve stafit, i urojmë ditëlindjen e këngëtarës së Vlerave, Bardha Ibrahimi, dhe i urojmë suksese gjithmonë në jetë. Po ashtu shkojmë tutje, me në është edhe Kusherir Bedrigashin nga Zvicra, përshëndes, i uroj qastet bukura, përshëndesim edhe Valbona Ahmetin, që është me ne, mandej një përshëndetje për këngëtarin Agim Berisha, edhe Maki thotu shumë urime për Burim Cakën dhe shumë tjera të lumtura, faleminderit shumë. Mandej Agim Berisha thot përshëndetje Agim Gashi dhe ju dëgjues, faleminderit, gjithashtu përshëndetje. Fatmir Aliu thot urime ditëlindjen Burim Caka dhe kështu me radhë i lexova ato që i pash, i kërkoj ndjes nëse më ka kaluar ndonjë shkrim. Ne do shkojmë një këngë ditëlindje dhe pikërisht me shaqet Sarvadikun dhe Fjolla Berishën ditëlindja për të përcjellur urime të përzemërta me rastin e ditëlindjes se mikut Burim Caka. Shumë vite, sikurezja me gjime, turon zemra ime. Sot është dita jote, dita e kësaj bote, Zoti te bekoft, pas qëndet për mot, shpirtin plot si dete, i bosh 100 vjet, i bosh 100 vjet. Festojnë
qenë bukur për qastin e lumtur, qofsh me jetë e fat, lumturit e gjak, shpirtin plot si dete, i bash 100 vjet, i bash 100 vjet. Hajde kota ti cakrojnë për ditëlindjet e festojnë, hajde mollën të vallëzojnë, zemra tona ti gëzojnë, Hajde kota ti cakrojnë për ditëlindjet e festojnë, hajde mollën të vallëzojnë, zemra tona ti gëzojnë. E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur, jemi rikthyer të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera, jemi në emisionin e rregullt të mbrëmjes, po shpresoj që edhe ju po kaloni bukur. I kërkoj falje që sot dhe paska ditëlindjen edhe këngëtarja e modhe, këngëtarja e Vlera, Bardha Brahima, i cilës në emër të tim dhe në emër të stafit të dëgjuesve i uroj ditëlindjen duke i uruar shëndet, lumturi edhe 100 tjera të lumtura dhe suksese gjithmonë në krijimtari. Do shkojmë edhe me një këngë të saj, por gjithsesi e ju njoftoj që jemi në emisionin e mbrëmjes dhe tema e sotme është sa vlerësohet gruaja tek ne shqiptarët. E propozuar nga Fatmire Aliu, cilën e falenderoj. Në vazhdim një këngë nga vetë Bardha, në cilës i urojmë edhe njerë për zemërsisht ditëlindje. Në shkruan edhe miku këngëtari Burim Caka, përshëndetje miku im Agem Drenica, përshëndetje për dëgjuesit ku do janë, ju falenderoj nga zemra për urimet, faleminderit edhe nga Bariu, respekt për ju me dëgjues, faleminderit shumë, respekt gjithmonë, edhe urime e gëzuar.
Dëgjuam edhe këtë këngë të bukur nga Bardhe Ahmeta, cilën e urojmë edhe përgëzojmë edhe njëherë me rastin e ditëlindjes, duke uruar shëndet, lumturi dhe edhe shumë ditëlindje tjera të lumtura. Një përshëndetje na vjen nga Franca, përkatësisht nga vendasi Audilfona, thot përshëndetje Akim Gashi, përshëndetje edhe dëgjuesit kudo janë, respekt. Gjithashtu respekt e përshëndetje Farushe Begullin e përshëndesim, një përshëndetje edhe për Qerim Veselajn, këtu në San Luis të Francës, po ashtu përshëndes edhe Valbone Avdion. Pra, tema e sotme është sa e vlerësojmë në shqiptarët e gruan. Dhe është një temë mjaft interesante dhe një temë që vërtet ja vlen për të bashkëbiseduar, për të diskutuar, pasi që tek shqiptarët simboli ose vetë gruaja vërtet ndër shekuj ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, edhe pse kur nuk i është dhënë vendi meritor. Megjithatë, femrat tona vërtet, nënat tona, po edhe më herët edhe kanë pas barë të rënda, por kanë vujtur, kanë punuar dhe kanë mbajtur familjet për shpesher, kanë bon, pra do të thot, edhe jashtë dëshirave të tyre, jashtë vullnetit të tyre, edhe shumë punë të rënda, por megjithatë kanë qenë shtylla kryesore e familjes. Kështu që nuk po du me elaboru pak sa temën më shumë, dua të pres telefonatat tuaja, tash dëgjues ju që dëshironi të kyqeni, mund ta bëni këtë nëpërmes Viberit në +33 758 280 817. Edhe Farushe Begulli thotë Bardha Ibrahimaj, përshëndetje, urime ditëlindjen, gëzofsh edhe 100 tjera të lumtura. Më neshte edhe Leila Hoti, gjithashtu përshëndes dhe uroj qaste të bukura në vazhdim. Edhe Fatmira Liu thotë urime Bardha Ibrahimaj, ditëlindjen, shëndet dhe gjithë të mirat në jetë. Kështu që shkojmë tutje, Zelveliu thotë faleminderit të nderuar agent dhe përshëndetje, faleminderit gjithashtu përshëndetje. Po ashtu një përshëndetje shkon edhe për Lidiana Sonën, cilës uroj qaste të bukura në vazhdim. Ja ulim zërin këmbë se marrim në linjë drejt për drejt, kemi edhe makin tashmë, cilës si dëshirojnë mesazhe vetëm të hapin mikrofonin e dëgjuesve dhe e falenderojmë që gjithmonë kontribuoni për emisionet e Radio Lira. Mirë mbroma, mirë se na erdhe makin. Veç pak qaste të ndalje dhe kamën, se na pengon jemi në të njëjtën linje, kështu që do të lëshoj zërin paksa, mirë se erdhe, si të kemë, si po kalon. Si gjithmonë, dhe më shto po shkaj.
Për shalakat. Mirë, është mirë. Po koha si ka qenë sa të jo, ka qenë mirë edhe të jo, verë më sipër. Po? Vera u kun. Edhe këtë vera, dikon 18 grade, kom po njëherë ditën, me dërtet shumë mirë ka qenë. Shumë u kun mirë sot. Sot prej mëngjesit u kun shumë mirë. Edhe pse këto të na është çudi. Ndesta që si e poshë edhe malëzet më duket është sot, mirë shumë, po shkojmë drejt pranë verës. U kun që të plakat e këqia më nëj priq. Jo, bes Kër dalin u shkum ato. Vërte që me bo mi zonë, i copa këmi bo. E ma, bishti tyne. Qka janë ato? Strusin me najtë i shpia për dalin shkunën. Ja, besoj kësaj herën është e në lodhës dalin. Jo, bollu luta kisha arbaini ka bo beje. Së më gaj kësa herë. Jo. Ja, së më gaj. Shnash në matë, hapa djenë arbaini. Po, mëre, vjen. Që ka thoni me interesant arbajen? Arbajen këtë në herë të ishën. Po që shtu janë drejtu, nana tona e gratë shqiptare janë drejtu që shtu, në të karnet kallamoqit, në karnet grumnit, në shenë gjergj, në shmitër, aligjen. Tjetër s'kan dit, data s'kan dit, s'kan... Jo, për një. Po, nëse më lejan më spari e kësha uru brim cakës ditlindjen, inshallah dhe shumë të shëndetshme i ban, se sa i ban nuk është me rëndësi, po i ban shëndetshme, edhe ai barigashi qysha zbuloj vjeta, sa sekret është këto. është sekret. Mbrot për shtetit. Ja zbuloj, që me i botash. Ja zbuloj. Kjo është shkelje ligjit veç. Unë e di që është shkelje ligjit, po shpresojmë që mos të pa ditë miku borem atje. Allah së më ganë burimi se bele e kësha pa ditë. Po dhe, po. Po së më ganë burimi mua, dhe së më ganë. Po jo. Qa me po? Edhe bardhës që uroj ditlindjen edhe ajo edhe shumë të shëndetshme i sholla me suksese, se është me të vërtit një këngëtare, po ne kam edhe mike, që shkëmbim ka një herë abet, është shumë i mirë. Shumë është i mirë. Me të vërtet po është një këngëtare me vlera, është edhe një njeri në plot kuptimin e fjalës, është edhe dëgjuese tek ne, për çka vërtet e falenderoj shumë, edhe është ndër edhe për ne që kemi dëgjuese të radios. Po, shumë ndirë që është në dëgjuese e radios, po është ndirë edhe për mu që e kam mike tash. Po, shumë mike. Inshallah, ju shkon gjithmonë misia, ju vazhdon. Shumë falemderit, inshallah. Inshallah në shkan. Vite tjera. Po, me siguri e kënë dëgju temën? Po, zë janë keme këmë dëgju temën, edhe i lumët Fatmira Aliut për këtë temë, se shumë e mirë, po fatkeqësisht e na është kja. Se ta është ka ndru kuhnat, edhe pse prap ko, po ndëgjon keq trajtime, dhunime, vrasje, po prap diçka kemi arrit. Atë një pikuj ndeti, po tham kështu. Një pikuj ndeti. Ja, kanë arrit, këqë shumë, të femnat kanë një farë, jo një farë, po liri ma shumë se na kanë bo. Këtë një farë pushteti këna bo. Një farë pushteti. Po që da po tham një pikuj ndeti. Një pikë, po një bo deti vetë. Po, i na bo pra normal. Shpo me në të na vesh me najtë nërkom në re në tritë, në nësundem të prindet, re në nësundem të vlaut, martëv re në nësundem të burët e kur me dalë në ndritë. Kur të lutna? S'di, vëllaj, se... Vëllaj, po gjelazani janë, si të mos ju drenica gjelazani, po s'kam që e bëj, aden vjen keq pi kuptimet. Po, mërë kuptimi s'kuptan. Jo, për që ta vjen keq.
Edhe po shqyr, zoti agem që kemi mri me të vërtet diçka, se më kujtohet ma herët nana tona janë kon me ka 4 vjetë shkollë, kanë dhonë gesht, kur kanë nënshkru diçka, ndoshta fatkeqësisht kanë nënshkru edhe pushkatimin e dikujt atë familjes, po kanë dhonë gesht se nuk kanë ditë. E tash është ma mirë se kanë hjek, me të vërtet kanë hjek. Vërtet po. Shumë kanë hjek. Nëna tu nuk kanë ikë shumë, edhe e kam thonë edhe shumë herë që ato janë heroina me të vërtet, dhe meritojnë që mu ka shku dhe mendja dikun në skulptar të paktën në Kosovë, ose t'ja bëjnë ndonjë shtatore ose ndonjë përmendore të nënës pa emër, por për nënat që kanë thonë shumë të jemi këtu ku jemi. Me të vërtet po, zotëgem, tash nona jeme nuk e ka përjetu që luftën e fundit, ama për shembull, unë kom pas gjyshen që kur kallëzajke jo që ta s'kena guxu me boj, jo që ta s'kena guxu me boj, jo që ta, jo kështu, jo ashtu, e cila është u kon një heroin për atë kohën e vet, e cila i ka varros 12 antar të familjes, vet i ka varros, faktikisht vetë që ka mujt me varros, aja që ka mujt qashtu, edhe prap tregoj ke qysh për shembull gjyshi jam është plagu, ka ardhe në kon i ngrit, adem kon dimër atëherë, kur na i kanë vra ata 12 familjes, edhe tregoj ke kur ka ardhë gjyshi jam në shpe, kur ka ardhë gjyshi jam në shpe, ja ka vlu qumshtin atë, në vereg. Po që tina i ka ardhë i ftoft sa dhe shpull, ja ka mshu, pse ma prum në qumshtin e ftoft. Që faktikisht nuk kanë pas kur një farë mshire. Që kuna ja gru, e ka hjek, e ka rrit jetima, ka hjek për Sërboslave, që nuk kam pas kur një farë konsiderate, faktikisht do t'mi shprej me fjallët matrona, që s'ka pas një kashore respekt. Me të vërtet u kon një plak bash heroin u kon. E tash, zote agem, tash na pelujna vallën. E kena marrën tash mindilin edhe pelujnë vallën. Vërtet. Po shqyqër, ndo raste nuk është të drejtë, se ka njerë edhe na si femra e teprojmë ndoshta me dosenën, po aty jem pak si të barabart, aty mës të bomi ketë feministe, po është problemi që me qëto vrasjet zote agem hala nuk po më bind që mi bonë thamrës. Pse? Po, me të vërtet pak humor bënë, por ka ende për të bon se për këtë drejta dhe përmirësim situatës femrës, me gjithat po pani edukim të moshkullit nuk ka as edukim të femrës, kështu që do të vëdësohem gjithë si shoqëri dhe do të ndihmojmë këto procese, dhe pse krahasuar me të kaluarën, kanë nejtë zonat, kanë lëviz, është boni evolucion kështu, edhe i situatës në dekada kështu të femrat, po shumë është ma mirë gjendja, po sa i përket vrasjeve që po thotë dhunës në përgjithësi do të shumë të punohet, zakonisht për neve që kemi dalë nga lufta si popull, kemi shumë çrregullime edhe në anën po mendoj kështu psikologjike, kështu që ka pas nevojë të trajtuar, po them, ndoshta jo të gjithë, gati 80% e qytetarëve
të kalojnë përmes seancave të ndryshme, edhe një farforme t'ju jepet një ta quajmë kështu Një mësim. mësim, por gjithsesi një ndemes në aspektin psikologjik për të kaluar ato probleme cilat të vërtet nuk kanë qenë vogla, njerëzit kanë po viktima, kanë po raste të mërshme gjatë luftës së fundit. As më tepër ata që kanë qenë të ri, dhe tash dasht e pa dasht, manifestohet dhuna dhe është ngolitur në tyre, ndoshta shumë faktorë ndikojnë në këtë aspekt, megjithatë besoj që njëri ndërta është edhe kjo. Po, zotë Agem, ndikojnë edhe të mirat materiale, mos ta harrojmë edhe këto, se jemi një popull që kemi edhe varfëri s'kajshme. Për varfëri, mirë kiti, po dhe bërnis është për varfëri, është me mytë krejt në kohën më herët, po nuk e di, ka dhe varfëri. Është edhe një arsye, për shembull. Po, është një arsye, sepse jenë bon diferenca, dikush ka shumë, dikush ka shumë pak, kështu që njerëzit e manifestojnë në anën e pakënaqësisë, kështu një farformë. Një shoqë që e kom pas zotë Ageme, pa ta vetë një herë, thash, dolëm 1-2-3 herë pa disponume, kur dul një herë e disponume, edhe pitëm thash, qa krisi, qa ko kështë disponume, tha sot po full gjepi. Dhe se kish pas faktikisht holla, edhe tha sot po full gjepi, për që ta tha jam e disponume, tha, se kur s'po ka kur gjën gjep, tha dhe goja po mshelet. Që të po thëmë që ka një ndodhen edhe ato, po ato nuk janë një arsye, nuk janë, a moment vërtet jam e shqetësume me shto raste, jam shumë e shqetësume, pasi një shikëllonistë një zotë Agem me ndodhë vrasje, burre e vret gruan pa, pse? Pa të më rrefësëm beqan me to, ko ka mendje madhe, s'pa ti merë fjallët për parasysh kur gjë, liru më rel shakje. Ti rrugën tonë e atë vetën edhe ajtë qysë. Ta shka shumë njëra, zotë Agem. Vërtet. Për para u konën, ajde, për para u konën u qu e ka rej bëm, ajo pusja s'ka bozo se s'ka pas ku me shku. S'ka pas ku shkan, e ngrata. është prap me nejqë atë. A më tash ka ardhë ko tjetër, femra është e vedishme, edhe të vla, mës takojt, mës e merë. Kjo është ketë me të kajshme, shkan, me dëshirë. Normal, është me dëshirë. Familja krijohet me dëshirë. Mirë, po është problemit na që mungon dialogu në familje, mungon... Po, e vërtet. Do të thotë të shqiptarët është shumë rëndësi që mungon dialogu. Dhe në shumicën e raste kur njerëzit edhe ndahen, çka me pësojnë fëmijët mas shumë të po me i vetë shkurt shqip, kështu që shtojnë, nuk e din asgjë pse ndahen. Vjen momente për gjona banale, gjona shumë të thjeshta, vinë deri tek prishja e një familje, por sikur të kishte një dialog, një të konstruktiv kështu në mes vete, të sqaroheshin gjonat, besoj që kish pas shumë më pak në probleme dhe aq më pak edhe ndarje. Po, e vërtet, zotë Agem, se pasi që tash është femra e shkollume, kupton, edhe ai si që shqitojnë na shqiptarë si zoti shpis, s'pa të pëlqen diçka, o lovla, bë dialog me ta, falni, zgjidhni qatë problem, çka s'pa të pëlqen ty, çka s'pi pëlqen kësaj, gjoni dikon mesin, për hatër, sidomos ata që kanë fëmijë, se familja për qëturat, zotë Agem. E vërtet. Po qëturat familja nëse pëndohen prend, po, që ti bëjsh jetë, a i ka këtu, mës të marrë ko ma shumë, zotë Agem, shumë falemderit, ti me qëllume, tash ta shohëm kush po jap mendim tjetër, veç i lutna den që mës ti komentojmë mendimet e tjerëve, se cili ka mendimin e vetë. Jo, se si, din edhe dëgjuesi tash mo që unë nuk e dua të gjona, mendimi është i lirë këtu në radio. Lera çdo njëri e mban përgjegjësinë për fjalën e tij.
Nuk, unë për vete nuk jam kufizoj edhe fjale ose mendimet tuaja, për pos në raste që i kalojmë ato kriteret që janë të radios. Megjithatë të falenderoj që ishe me ne, të falenderoj edhe për kontributin që jam gjithmonë për emisionet të Radio Lera. Faleminderit Dhe shumë. të roj gjithë mirat një mbrëmje të bukur në vazhdim, që ndërë me ne besoj që do të kemi dhe telefonatat e tjera. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, natën e mirë. Natën e gjithë mirat, natën e mirë i themi dhe Makit e cila ishte me ne, duke i uruar qastet bukura në vazhdim me Radio Lera. Qastet bukura i urojmë dhe juve, ne do shkojmë me muzikë derisa të kemi ndonjë telefonat. Vetëm pak do të shohim a kemi edhe ndonjë shkrim këtu që na ka arritur ndonjë përshëndetje në radio, sido që tjetë Liliana Sonën, gjithashtu e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura me Radio Lera. Vetëm pak qaste besoj që do ta kemi tashmë dhe kemi në lidhje drejt për drejt në mikun e nderuar Naser Exhani, vetëm pak sekonda let na fal dhe çdo gjë do të jetë në rregull. Atëherë kemi tashmë këtë lidhje, e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje dhe mikut Naser Exhani. Përshëndetje, mirësevgje, miku Adem Goshi. Përshëndetje dhe ty, si të kemi, si po kalon? Mirë. Si është atje Norvegjia, është ftaftë nxehtë ajo? Jo, mirë është. E kemi edhe pak borë, po duket ka pak, po veç po nis. Tash kam pik stret. Po, Do të thonë mirë. mirë. Jo, plus e kemi tash, plus dhe ka 10 po hyj plus neve. Në mirë shumë. Po, mirë jemi shëndet, shtu gripi s'është asajt? Prije me thonë, kja betë. S'di pse po ki ndërprerje. Po, Nuk di. Ma kohë një. apo më dëgjon ti mua? Po shumë mirë. Po mirë. Çka thasë se ndëgjova më herët apo? Vjetë po thëmë borë këna poshtë edhe para viti 3, si vjetë dhe me 3 s'ka poshtë. O, sa interesant. Ma shport. Po, që më po, alo ndimër jemi. Po, ndimër alo jemi, po thëmë. Po, marë. Po mira për shapet. A ki me shtu diçka para se me shku të tema? Jo, diçka, thash, kem diçka. Atëherë me siguri e ke dëgju temën, po gjithsesi po ta përsëris edhe një herë Po përsërit edhe një herë. sa e vlerësojmë ne shqiptarët gruan. Femrën, përgjithësi femrën me siguri, ka dashur me thonë është tema cilën e ka parashtruar Qysh edhe një herë? mikja jonë. Ka morë ma shtoft, ka posë edhe. Nuk e di pse po ki ndërprerja, s'ka rjetë jo. Nuk di. Edhe një herë, sa Dhe të noli këto, po? të shpi shkret, është ta më mirë një. Nështë se po të lidhen ty herë me të kanë lidhë dy internetat. është të rjetë të telefonit më i fort. Po me siguri të kanë po mundohen më lidhë. Nuk kanë përzi. Për Po të tash. Tash nështë nuk. Ja tash ma mirë. Po thomë, tema është të propozuar nga Fatmire Aliu, thotë sa e vlerësojmë ne shqiptarët femrën. Shumë mirë. Po. Shumë teme mirë, qëllume, fanderit edhe për Fatmire se ka ronë mendë. Po, e falenderoj. Është mirë, këto tema më folë pa tjetër se në femër është në gjithë shka për familje, për shpi. Femënën më shpore, femëna është dona. Femëna është
motra, femna është gruaja, femna është vajza tani jote. Femna është edhe shoqëria e jetës ku punon, shoqë e punës, shoqë e gjithë shkafit. Femra ka rëndësi shumë të madhe. Edhe sidomos kohën ma përpara si folë edhe Maki, po i të pejnonës temë mas pari. Në kohën e nonës që ka të tërguhe, në qatë kohë u ka në radi smuj si mërtaja, kur kanë kja re, 12 vjeç. Kretë gratë i ka marrë, e të shumë interesant, burrat jo. Gratë e mahalës dajve, nonës, do më thonë, vesh kjo me të qikë 12 vjeç, edhe në qikë e mirë sajna një 50 vjeç, 50 vjeçare. Thonë, pej 12 vjeç e nona e më konë magjeture, si thoi me bo bukë. Dhe sa ka mujtë baba i vetë me një mund të ne. Aja tjetër e qika e mirë së konë shumë e vogël, 50 vjeçe, kjo 12 vjeç, më thonë që ka do gazepi pej 12 vjeç që e ka pasë. Po, ja ka rritë. Ja ka rritë qëllimit. Edhe kër u martu, u shkun Kallablak, 5 vllazdin, 5 konata, njobili kushërin e juvja. Edhe ato tokë shumë, nga zepi gjithë. Edhe të tha kër u martu, atë ke këshe, më hje këtë pak adem, të Kallablak, të ishin e ma mirë Kallablak, se tonë punojmë, ato dhe magazet tokë shumë këshim pas. Edhe tu qashtu do frane, bile të regën, se s'ka lidhe në jena këtu. Po marë se në familje, po. Du të me përmend do sene. Kur ka qenë shtatzon me muë, do thonë fëmijën e tretë, Nora në Kraliqa, të në shtetin ku i kena në Kraliqat. Po marë që që? Në Kraliqa i kena në doara, në konë të prashita që është do të e mirë, që është që ka netë. Ka jenë konë atë jenë atë lugun atë jenë Po, konë. bashkë në atë lugun që atë jenë toka tona, që atë ora. E kanë edhe do ujë bile atë. Po, unë e maj menë, kur kanë qenë Malazest atëherë, mësë ka bosha. I kanë pas shpijat. Për që ta i ka me të vene emne e Kralica. I kanë pas dë shpijat të dhe ka qenë i bërnar, ka pas ujë pishur mësaj kur ka leshë. Qashtë. Bashkë një krua ato nërë temë konë. Ne, po, më kujtohet shumë mirë. Edhe jënë konë të i prashit atje, në unë ashtë atë zonë ditë veta, më falë një shprej këto motraturën që e kemë të. U duhet me që buken, nërë atje, argatve, të ka posë reni që shënë konë me renë. Dikush me gatu, dikush me i qua, dikush të. E ka një vetën të fortë, dhe një tha vetën të fortë edhe të shkoj. E ka që bukën atje, u këthyë, dhe thonë mrena, nuk u shku ashtë mrena një ore, kërë më ka linë mu. Tane një grue, një qika të dikujna, se dikush u kona ko më të rahadilit, që tjetërit mishë. Me vlonë tem 3 vjetë që ka marrë për dorë, hadi me shku me kalëzu atje në ora, sa një bashkë në una hadilit, aje si ma mi u qilo ato. E i ka thonë, aso e qikës, mos me është marrë me thonë syrës, se i keni zjetë një djollë, për du të me thonë vlakë madhë, sadrisë. Ata e dinë adin ku shokon në ditë veta. E këj vlo i vogër, tha ato, pak edhe se i homarë, u shkoni shnosh, tha i tha, o, bërë që sadri, e këna gjetë një gjonë. Po ku bre, o, dadafi, ka thonë e këna gjetë një është kumejve. Pe atjerë dhe mu më bëshin hajgore të një gjithë, kur u rrita ata djertë e vegjallove, hajtë se ti s'këna gjetë një është kumejve. Po, babën në këmë pas pak ma demokrat pe aty në vlasnive. Në ta në me dalë Mitrovice, që ti i këmë pas 5 vjetë. Në dhonë pe klasë sport fillori më konë Mitrovice. Se vinë trepë që në punë. E në atë kujë më konë kretë me Shamia. Jo me të Perezit, për me shumë, dhe duket me Perezit.
Po deri vonin kohën kanë pas edhe kanë pas zjarrat atë kia. Po, të vargjarra të forë. Po. Edhe kësoj la i ka dhim syne. E një syne, e kanë thonë ta Prishtinë, do të më shku në Shkup me operu synin. Edhe vllaznin i ka pas Mitrovica, ta kanë palin, ju në rritë Mitrovica gjithë. Pej, baba i vetë, tani i kanë dole. Edhe qa me bon, i thot nonës, ndash me të shuë në Shkup, heki këtu sene. Që është marrë unë ma e vogla, thot, ndash me të shuë, në ku me hypo në tren, me ty këtë si ka lavrakë, si ka lëgjerë, këtë Allah e shkoj, kur dash, e ka lëgjerë vlasdive të vetë, thot, po më thot, kënjeri, edhe ne ma se kam thirë, po më thot kënjeri, me hje këtu, po bëllë mirë, po të e ka e dada jetë, po shliru e vetën i shutyne. Tani kësh pas jek, ato, kur erdhe, tha o në subon, sa banë, ta na jeken, ma po në tha hajrin dhe mu. Ne, po përse. Po nuk rëndoj tani shumë, na dolëm jashtë, e motra shkoj para me në Australi, tani unë e kam, njëna motër në Libi, ta nërë kampi Libije, i që shumë duke që gjithë, ja këna plasë zemrë, s'këna mujtë me nejtë gati që shtë. Po, me dërtet s'këna mujtë sa u dashtë askush, dhe po çka me bo, situata, koha ka qenë e tillë, dhe me dërtet femrat kanë hjek, kanë vujtë shumë. Jo, lam jetë zhek, thëmë qysh, nërë ke këtu, tani tha jo, s'ka ka për mua, ne ti ne të rëmnuj, tani mos kur shkoj, 96, nuk deke, e re, 53-4 vjeç. Po që. Po shka me bo, jeta që ashtë të skru, thash që, tamën nuk na palin tonëve që i kena bo punë të mire, atje të shpije që i kena maru atë në atë vend, në të rodë, Mitrovice, po shka me bo, jeta që ashtë. Po, femnën, do të me respektu, me konsideru, sa të mujmë. Jo veç me këshyrë me shtyp, pse ki gru, pse ki motër ma të vogël, pse ki konat, pse këto. Unë mendoj që meritojnë respekt shumë të madhë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për kontributin, edhe në temë, nëse ki edhe diçka me shtuar, no? Jo, këto tjera i foli baki krejtu. Ma herët, është këllëzua për jetët tonë, për familjes tonë, femnën, familje. Faleminderit shumë. Për vujtjen në unë, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve për kontribut. Përshëndes juve, përshëndes Makin, përshëndes gjithë ata në dëgjues telefonus, që përmenet jetë me emna, janë shumë të mirë. Inshallah Zoti ja shtat bereqetin që thojmë kush ka Ramazan. Inshallah ja mundson sa më letë me nxirnume, dhe faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, e gjithë mirat e mirë u dëgjofshim edhe hera tjera, miku im. Me të mira. Respekt e gjithashtu, ka lë bukur. Ishte miku dhe poeti Nasser Exhani me ne, cilën e falenderoj dhe i uroj qaste të bukura. Të dashur dëgjuesi, jemi drejtë për drejtë në Radio Lera, në emisionin e rregullt të mbrëmjes dhe po shpresoj edhe uroj që edhe ju jeni duke kaluar bukur. Të shohim a kemi ndonjë thirrje, kemi pas disa telefonata me sa është këtu në Viberin e radios, por linja ka qenë e zënë dhe shpresoj që dëgjuesit na mirë kuptojnë gjithashtu. Ne do shkojmë me muzikë derisa të mos kemi ndonjë thirrje, po kemi tashmë lidhje edhe për propozuesin e temës vendasen Fatmire, cilës e dëshiroj mirësardhje, mirë mbrëma. Mirë se na erdhe. Alo, nuk di që u boson të kështu, po ka ndërprerje. Përshëndetje, je mirë, si po kalon? Alo? Nuk e di s'po dëgjohesh mirë. Përshëndetje? Tash mirë. Përshëndetje. Se hiç nuk dëgjojsha. Jo, nuk dëgjojshëm në aty se të zdipse, je ko larg telefonit a diçka, tash po dëgjohesh shumë mirë. Jo,
Përshëndetje zoti Hakim, përshëndetje të gjithëve, pa përjashtim, përshëndes Makin shumë. Po, falënderit shumë edhe ty që je me ne si se kaluat sot. Mirë shumë, koha shumë e mirë. Kemi një grep përgjësi kështu familja, po mirë në përgjësi mirë. Inshallah, orajt kalon. Ju si jeni, si kalut? Mirë edhe na jemi mirë po kalojmë si zakonisht. Mirë, e koha ka qenë mirë edhe të na. Mirë shumë. Ty të falenderoj fillimisht për temën që na ke propozu, shumë falenderit. S'ka gjë, po gruaja është shtylla e shtëpisë. Tash vlerësohet gruaja, mendimi im është vlerësohet deri dikun, po jo edhe sa duhet. Përpara si rob. Edhe ashtu kanë thonë e kemi marrë një rob. Po për ne. E kanë konsideru vitë si mjetë pune, me lindë fëmijë, edhe për asgjë tjetër. Se ka pyet kush kërkonën. Unë që oferizoj është qytet nifet si janë njerëz tut, janë njerëz cjellshëm. Po kur jam martu dhe ato, kom dëgju që burri ja ka ndalu me fëmijë me fol. Unë flas me fëmijë, ti veç ke me punu. Ja ka ndalu me fëmijën e vet me fol. Se ti nuk din, ti je pa shkollune, ti s'din me merr si mu fëmijën. A dhe ka lloj vujtje gratë përpara. Ka postë. Veç Agim tashon për thonë ja, ndoshta mendojnë këta që ke drenicës është për lavdon. Vërtet, se di unë, sa unë kam një ori, se unë kom pasur vëllau shkrimtar, pak a shumë ka njoftu, i kom pa dhe gjanat, që gratë e drenicës nuk kanë vujt shumë. Jo për nërë. Krasu me disa pjesë. Krasu me pjesë e tjera, se kom nejtë Prishtinë, kom nejtë në disa vene që jo nuk kanë vujt. Për shembull gratë e Pejës shumë, Anejo Rahoveci, Drenicës, edhe është gruaja parë e Drenicës që ju ka dorë burra përpara. Po. E këtë ka thonë edhe Daudi Maku, po është edhe që vërtet. përpara u kanë ndalune dikun. Unë mendoj kështu tash se di. Jo që unë jam e Drenicës, po unë kam këto një uri, nashta i kam gabim. Jo si ki gabim edhe nuk është dalë rastësisht shota. S'ka qenë njëra ndër femrat që ka marrë pjesë në betejë, me qetën, me burrat, gjithsesi, po. Se unë kam se ka njëherë na dalëm në Drenicak shumë lokalista. Nuk jemi. Jo, a di qysh është në pyetje se nuk e njohin njerëzit. Njerëzit veç e mendojnë, këta luftojnë, këta janë egërsina. Edhe në atë kuptimin shumë kanë thonë, e vërtet është këtë ndryshe. Se ta tani na pak bëhen ma lokalista se tjerë. Po nuk ka qenë propaganda shumë e madhe për neve se ne na kanë holë në sy edhe për rezimet. Për armikun kemi qenë. Do të më kuptoj edhe ato gjëra. Po, nuk po thamon veç atë në pak frustruar kështu në farë forme. Po, është vërtet. Unë vërtet tash ta them për që Xoni që tregoj për familjen e vet, e falenderoj. Unë besomni, ju betohem në Zot që baba jem kur nënën teme fundu nuk e ka. Jemi rrit një familje shumë qetë, baba bojk, ndoshta dhe veç emnin be emnin ka ditë me shkru, po ka qenë njeri shumë i ngritun. E ka respektu nënën time maksimum, kur njerë, e unë kur kom dëgju, ku marrë martu, kanë rafsh, këta të rafshit që thënë, kërejt ndryshe ka qenë, kërejt ndryshe. Jo të rritë, ta pjesa... Po kanë ata edhe kanë pas ma shumë punë, kanë pas, po mendoj këtu, bujqësine, kanë pas ma të zhvillune, kanë pas ma shumë tukë, ma shumë kanë pas mund kështu në përgjësi, seriozisht. Jo, nuk po flasë për jo mirësjelljen ndaj grus. Se për punë ajo këtë dërsen, po për shembull t'ja ndalojsh grus, ti nuk i drejt më fol me fëmijë. Ja, se ti nuk din, çka të më thonë kjo? Ajo është mirësjellje ekstreme. Kjo është e dhëmshme.
se mora kohë shumë, Jo, ju jo. përshëndes të gjithëve. Falenderit shumë ty, të falenderoj edhe një herë edhe për temën. Makin do të me sfidu për me knunitet, po sot jo me grep, e kam fytin pak të... Kur dush me Se- këndo lirisht pa problem. Jo, sot vërtet nuk jam gjendje, se e kam pak, po voj pak edhe humor me makën, se e kam si shpirt ato. Edhe pse nuk e nja, kështu, Ja. po të qysh të pushtan që e gruja, është di pse... Me makin Është- edhe me kënu së mundesh me ja kalu edhe me ushtru shumë. Si makin së mundesh me kënu. Qëtë, me makën. Kalani mirë të gjithë, natën e mirë, Falenderit shumë. Në natë mirë edhe për ty. gjithat mira për të Kale gjithë. sa ma bukur në vazhdim, falenderit. Falenderit, Agim. Natën e mirë. Gjithashtu të këto. Respekt edhe juve të gjithëve. Natën e Natën e mirë. mirë, Ishte po. me ne nderuar Fatmire, Aliu, falenderojmë shumë edhe për temën, edhe për kohën që ndau bashkërisht me ne, për mendimet që i dha rreth temës, për të gjitha. Të dashur dëgjues, jemi drejtë në emisionin e mbrëmjes në Radio Vlera. Po shpresoj që jeni duke kaluar bukur, si gjithmonë me humor edhe miku Gjeladin Hajdarit, cilën e përshëndes, thotë se di për qysh më duket neve, dyqysh po të më duket se neve familjarisht nuk na tuten gratë. As babës tash, as babës tam, as mu nuk na tuten hes. Përshëndes miku im Gjel, të rejqaste të bukura në vazhdim, e kemi tashmë edhe një telefonat me ne është nderuar Enver Fazliu, cilën e përshëndes dhe i dëshiroj mirësor dhe mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje, nderuar vëlla